2024. U vendos pasi i zbrazën fshatrat, e zbrazën gjithë Shqipërinë letërokë, që ta vëmë sa më lehtë, sepse ngjenëm tokat pa zotat dhe nuk gjenë më drejtësi të shkosh në përgjykata, sepse nga njerëz që janë prej 35 vjetësh në përgjykata dhe kanë marrë akoma të drejtën e tyre, edhe pse i kanë të gjitha dokumentat e pronësisë. Por që mund të presësh nga një kryeministër që ja ka shitur shpirtin shejtanit, ja ka shitur shpirtin mafjes, drejtohet nga mafja drogës. Dhe pastaj pyesim ne, pyeti shoqet, a duam të shkojmë në BE? E rëndësishme sot nuk është të shkojmë në BE. E rëndësishme sot është të shpëtojmë Shqipërinë. Se po na i vjemi, po na i grabisin, po na i betonojnë, po shkatërojnë mjedisin. Narka, vetëm thjesht me një jamë që betonuan për të shtruar rrugën, i duhen 100 vjetë që të plek prapë atje ku ishte. Dhe ne themi duam BE. Jo, vëllezër e motra, duam Shqipërinë një herë. Shqipëria nuk është në shitje. Dhe përsa i përket repistit tonë madh që po na vjen, nuk janë vetëm ato 4,5 milion dollar që ju dhanë ati direkt, sepse shqiptarët nuk doni ta dëgjoni, nuk blen as bilet. Por janë dhe 15,5 milion për të ngritur një stadium ku nga i cili ai do të ndodhë. Një stadium i përkohshëm që nesër brenda 24 orëve do të montohet. 15,5 milion, kur spitalet do kanë ilaçe, kur spitalet janë kthyer në stalla derash, dhe kur pensionistët që ka punuar një jetë të tërë numërojnë qindarkat se nuk u del për të ngrënë. Dhe pastaj nga thonë, e ju diaspora, po se qojeni ju, që pun kini ju, sepse ne jemi bankomati i Shqipërisë. Ne jemi ata që do i mbajnë pensionistët, prindrit tanë, se pa ne do kishin ngelu në mes të rrugës. Dhe prandaj i themi çdo qeverie, që ne kemi të drejtën, atëherë është edhe juni. Ca vitesh, shkon Rama në Thet, pas pa të fillu akoma të pjesën Thethi. Edhe ishte një plak aty që kishte një bujti të vogël, pale, dhe i tha, o pal, merit quna, tha, mos rri rrugëve të Italisë, po hajde dhe ndërtoje këtu. Merit quna, tha, dhe të ndërtojmë Shqipërinë, të ndërtojmë vendin tonë. Edhe dukshë aqe bukur, si fjali, si ftes, po sigurisht si ishte vërtet. Mbas një viti, pikërisht palit, ja prishit parit. I tha takzosh dhe mbas një viti ja prishit. Pra ky karafili atje, momenti që vjen dikush, edhe i thonë, ja ku është 1 milion që jotë, ose 2 milion euro, sa të doj zemra, ma shqit mua. Një co tokë, një co vend, një fshatë të tërë, iku. Nuk e pyet 2 herë karafili, nuk e pyet 2 herë qose aty kanë 4-5 gjenerata që jetojnë. S'do t'ja di fare. Ta shet Shqipërinë, sigur, nuk e di, t'ja kem falë, dhe ta këshin falë, nuk e kështë shqit ashtu. është shumë e papranueshme. Për mu, populli e ka kuptuar më në fund fuqinë e vetë.
Dhe është detyrë e popullit, është detyrë ajo, sepse ne jemi popull, pavarësisht se jetojmë jashtë. Ne jemi popull dhe është detyrë ajo që të ngrijmë zërin dhe mos shkojmë mbas asnjë partie politike. Sepse ata janë bërë të gjithë bashkë. Nuk ka dalë një në PD-ja që thotë, hey, kur bëni gabim po shisni shtetin, po na shisni tokën. Në 2012, kur filloi të privatizohej Zvendeci, pa e ditë ne, ka qenë i pari Taulant Balla që ka thënë, jo kjo këtu është top e ushtrisë dhe nuk duhet shitet. Pra 2013-2026, 13 vite, arrit ta shesë. Ky që tha nuk shitet. Pra, ne kuptojmë që ato janë pabes, janë tradhtarët më të mëdhenj që ka pas populli shqiptar. Armiku të vret sy për sy, kurse këta që janë gjaku jo, këto gjaku prishur, janë gjaku jo, të shesin, të vrasin dhe bëjnë dhe sikur të qajnë. Kjo është më e keqe këtyre.